Dhe votuesi e lexon këtë, sepse edhe për një herë po të ndryshosh, lën shumë hapësirë atëherë për dyshime. Pra, nuk janë konceptet që janë gatu mirëfilli, edhe sot në mungesë këtyre koncepteve, mungesë të individëve që mund të çojnë pesh, PDK-ja kthehet te UÇK-ja, LDK-ja kthehet te Rrugova. Prap këto dy koncepte të kaluarës dominojnë në narracionin e tyre. Sot nuk për LDK-n edhe sot nuk është që thojnë edhe atë. Megjithatë nuk e thojnë, apo jo? Prurjeve të reja, po ja, secili po gjejmë në mënyrën tonë ato mangësit që i kanë, po diskutohet prapë për një narracion krejt tjetër që ka dominu në skenën politike. Për aderimet që përmenen nga kjo listë, se a ka rikthim të, po themi ashtu, rrugovizmi, kishte me qenë ndoshta mirë me u rikthy me kushtin që mos me u keqpërdor, po me u përdor mirëfilli dhe me u kriju si kulturë politike mënyra se si ata mendojnë çka do thotë rrugovizmi. Nga kjo listë nuk mund të më thonë që nuk pas ka pas të re. Zotni Festim Kaboshi është i ri në LDK. Komplet i ri i aderuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht absolutisht dhe pavarësisht edhe këtu ka natyrshmëri që në rastin e zotit Sadiku nuk pajtohen plotësisht, nuk ka natyrshmëri për arsye se krejt mendimi ka qenë që ose shpjegimet e tij të asaj që nduksit publikshme më shumë janë parë si lëvizjeve vendosës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. A kishte me qenë mirë një tjetër efekt tjetër që është jashtëzakonisht jo i shëndetshëm për aktualitetin për Lidhjen Demokratike të Kosovës është mos hapja dhe mos dhënia e mundësisë së njerëzve që nuk i ka rrëzuar populli nga pushteti, nga fuqia e tyre, po i ka rrëzuar arbitrarisht kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që rasti është tek Agim Veliu, që për mua është jashtëzakonisht e palogjikshme, e pranueshme, pa pranueshme, kjo nuk varet as në mendim nga ana ime, por që e palogjikshme mos më u dhon hapësira që populli le ta thotë jepet hapësira Veliut. Kam përshtypjen që ka një dozë të kopjes leadershipit në kuptimin të pasjes së inatit. Dhe kur po them kopjes, po aludoj, ne kemi një lider që ka një inat rregullisht. Jo, nuk e mendoj. 24 shtate ka një inat, edhe këtë lloj inati e ka kopjuar edhe lideri tjetër. Dhe në këtë rrafsh unë konsideroj që kishte me qenë jashtëzakonisht e shëndetshme, m'ia dhon hapësirën. Populli dhe të gjykoj në rastin e zotit Agim Veliu. Po dhe ta e fjalën vetëm për këtë gjëvdet të rasti Veliu. Unë kam mendim krejt ndryshe prej kësaj, s'është kopju Lumir Abdigjiku. Lumir Abdigjiku është figurë diskutueshme, kontestueshme brenda LDK-s në krye të partisë. Saj ende nuk i ka sjellë LDK-s një rezultat. Zoti Veliu është prej fillestarëve të LDK-s. Ka dhe shumë figura të tjera në LDK që janë prej kohës shumë të mëparshme, është edhe zoti Haziri. Zoti Abdigjiku nuk ndjehet komod në koltukën e kryetarit kur i ka këta njerëz që kanë. Vetëm se zoti Veliu a se bën faturën e sjelljes LDK-s në 13% sepse pesh jo po ka qenë faktori pjesë e vendimeve. Kjo është gjykim i liderit. Ka qenë faktori prishjes së koalicionit. Kryetari i partisë ka qenë një faktor në prishjen e koalicionit. Kryetar i partisë ka qenë Isa Mustafa, nëse ai s'do të donte të prishej koalicioni, s'ka mund të kërkosh faktor. Edhe prodhemi Isa Mustafës është Lumir Abdigjiku prej Reinvestit. Edhe Agim Veliu është prodhemi Isa Mustafës, pse pe mohon? Jo, pa ata bashkë kanë rrugtuar, e ka bë ministri, Isa Mustafa e ka bërë. Agim Veliu është burimor në LDK. E Isa Mustafa e ardhur. Nuk ka bash burimor. Lumir Abdigjiku nuk ndjehet rehat përballë figurave që nesër me lehtësi mundën edhe t'ja sfidojnë karrigën e kryetarit partisë. Veçanërisht pas këtyre zgjedhjeve, nëse LDK nuk do të ketë ndonjë rezultat të dukshëm. Veliu do të ishte njëri prej tyre? Absolutisht. Mendoj se nuk do të ishte, po do të ishte një prej përcaktuesve të kryetarit të ardhshëm, sepse dihet si funksionojnë dek në LDK dhe figurat e cilat janë. Po nuk është një Podujeve dek, ka dhe dek tjera, pse mund të shkojë? Jo, flet për autoritet. Po brenda këshillit të LDK-s përfaqëson gjithë qytetin, nuk është vetëm Podujeva. Absolutisht. Dhe një gjë s'e kuptoj. Shumë deficite përballë këtyre figurave. Unë besoj që me vota dhe me kuvend në mënyrë të rregullt u zgjodhen, patën edhe kundër kandidatë, nuk e kuptoj pse thoni që ju është imponuar. Kjo retorikë sikur tentativë për me pas një kandidat. Mund të paragjykojnë, por realiteti, procedurat kanë shkuar
shku që ky u zgjedh kryetar bile me kundërkandidat. Zoti Lumir Abdigjiku u zgjedh kryetar me kundërkandidat në proces të rregullt. Me garë. Atë që kemi po, pse po thu që ka ardhur me diçka tjetër, unë po të them për realitetin. Ka pas pazare gjana unë s'di. Realiteti i yt ka pas tentativa aty me pas krye kundërkandidat, ka ndalë njerëz me deklarata. Dhe nuk është leju se kanë qenë para aktit krym, është vendos. Po cila parti se pat aktin e krym? Dakor, na po diskutojmë se Edhe Albin Kurti kur zgjedh kryetar është akti krym, edhe Bedri Hamza kur zgjedh kjo akti Mundesh me krym. bo një analizë Por, vetëm vje që ndryshe prej partive tjera, Lumiri pak ka kundërkandidat. Kësian Mustafën e ka pas të dy Hazirin. Se s'ki mendim për LDK-n, mos ka përsetin i tem që e kemë supermenç. Ka pasur dy kundërkandidat. herën e Ka parë. përsetet tema Herën e parë, po jo Si proces. të dytër. Problemi është që kjo lidhet demokratikisë me gjithatë e ka respektu. Ai mund të mos jetë më i mirë, okay, diçka tjetër procesin, po thamë, as në gjë tjetër. Fillimisht, mase kolegët e hapën temën Veli Abdigjiku, unë mendoj që është mirë me identifiku problemi real që është mes këtyre dy njerëzve. Që është? Problemi real është, do me thonë që kauza anti-Kurtit është real.